Dega e Tetovës e Partisë Demokratike Shqiptare njofton se është caktuar mbajtja e kuvendit zgjedhor të Degës më 13 dhjetor, ditën e shtunë në ora 11:30. Kjo është bërë ditur gjatë një preskonference me gazetar në selinë e partisë në Tetovë. Gjatë periudhës së fundit, Dega e Tetovës ka zhvilluar një proces të rëndësishëm konsolidimit të brendshëm, i cili ka përfshirë hapjen e Degës ndaj prurjeve të reja, verifikimin e anëtarësisë aktuale dhe rritjen e transparencës së brendshme. Ky proces ka krijuar bazën e nevojshme për zhvillimin e një kuvendi të rregullt, përfaqësues dhe plotësisht në përputhje me statutin e Partisë Demokratike Shqiptare. Kuvendi zgjedhor i 13 dhjetorit përbën një moment të rëndësishëm për Degën e Tetovës, ku do të zgjidhen organet e reja drejtuese. Kryetari i Degës dhe kryesia e Degës, të cilat do të kenë përgjegjësinë të udhëheqin punën e Degës me efikasitet dhe vizion të qartë. Mëtej nga Partia Demokratike Shqiptare thonë se procesi i forcimit të Degës nuk përfundon me këtë kuvend. Ai do të vazhdojë përmes bashkëpunimit të rregullt me anëtarësinë aktuale, pranimit të anëtarësimeve të reja, zgjerimit të përfshirjes së grave dhe të rinjve, forcimit të kapaciteteve organizative dhe intensifikimit të komunikimit me qytetarët e Tetovës, me qëllim sigurimin e një funksionimi transparent, efikas dhe të përgjegjshëm të Degës. Në vijim, dëshiroj të nënvizoj se procesi i konsolidimit dhe riorganizimit të strukturave të partisë nuk kufizohet vetëm me Degën e Tetovës. Sipas saj, ky është një proces i planifikuar dhe i koordinuar, i cili do të vazhdojë edhe në degët tjera të Partisë Demokratike Shqiptare, me qëllim forcimin e funksionimit të tyre, rritjen e efikasitetit organizativ dhe garantimin e një përfaqësimi sa më të drejtë, transparent dhe funksional në mbar strukturën e partisë.